narkodiktaturë. Kjo është një diktaturë autokratike që bazohet në farsën elektorale, në shtypjen që pranon pluralizmin, por e shtyp pluralizmin si të pat dje Ilir Metën në kafaz. Prit. Si të pat Ilir Metën në kafaz. Pra, kemi të bëjmë me një diktaturë, e cila në projektet e saj, o Gurzeza kishte një objektiv madhor, shndrimin e Partisë Demokratike në fasad të saj. Shndrimin e Partisë Demokratike në fasad të saj, në aleatën bashkëqeverisje, fasad. Aty një njeri ndërhyri, dhe ky ishte Sali Berisha. Gjërat uroj dhe shpresoj të analizohen si që janë. Nuk është e vërtet kur që unë ndërhyra, kur u shpalla non grata. Jo. Dhe kam thënë atë dhe them dhe tani. Nuk më shërbente. Jo, nuk më shërbente. Por kur pash duar të zeza të kontrollonin Partinë e Demokratëve, atëherë ndërhyra fuqishëm. Dhe zbashk me demokratët e shpëtuam këtë parti. Sot, ajo e shpëtuam, e rikthyem partit vërtet opozitare, e rikthyem në genet e saj. Si që ishte të menue, parti e parimeve të bashkë. Prit. Së dyti, e kam thënë dhe e them, 2021 nuk ishin zgjedhje, ishin fars. E kam thënë që të pas nesër. Por, ai që drejtonte, nuk ishte prekupim farsën, kishte prekupim se si të bëj koalicionin me Edi Ramën. Kurse më vonë, qovë në 2023, qovë në 2025, Partia Demokratike arriti ta gozhdoj Edi Ramën si armik të votës lirë, arriti të mbroj votën e shqiptarëve në kuptimin që në institucionet më prestigjose të vlerësimit të zgjedhjeve, zgjedhjet në Shqipëri u konsideruan si zgjedhje në kushtet e partisë shtet, pra kuptohet si ishin farz dhe jo zgjedhje. Zgjedhjet në Shqipëri